Atëherë jemi në ditën e 4, natyrisht që jemi akoma në situatë emergjense në shkallë vendi në lidhje me prezencën e rreshjeve në nivel kombëtar. Situata është në kontroll, thuajse që të gjitha institucionet, strukturat, operatorët janë të angazhuar sipas prefekturave dhe bashkive dhe momentalisht jemi në urën e Mifolit ku duhet të theksojmë se prej gati 12 orësh ka filluar rënja e nivelit të Vjosës. Tashmë është larguar rreziku ose risku i shtuar dhe presim që të hyjë totalisht në shtratin e vet, pasi edhe nivelet në Përmet dhe në Memalia, në Drinos dhe në lumenjtë të tjerë, Shushica dhe në lumenjtë të tjerë kanë rënë ndjeshëm nga dita e djeshme dhe e pardjeshme ku intensiteti që i jashtëzakonshëm i prurjeve deri në maksimale, por duhet të theksojmë që gatishmëria ka qenë e jashtëzakonshme e të gjitha strukturave dhe institucioneve dhe nuk kemi aktualisht as probleme me banorët, por prezencë ujë natyrisht që kemi, ku pas fazës menaxheriale të gjendjes së emergjencës do të fillojmë njëherë me rehabilitimin, megjithëse e kemi filluar në Sarand, në Lezhë dhe në shumë vende të tjera ku ka pasur nevojë, ka pas dëmtime të pritave të rezervuarve dhe të liçeneve, të cilët në Lezhë mund të themi që është rehabilituar totalisht me mbështetjen dhe ndërhyrjen e strukturave operacionale të Lezhës, të prefekturës, operatorëve, por edhe të forcave të armatosura, të cilat kanë qenë prezente thuajse në të gjitha rastet.